gjithë ata aktorë, ata elementë të ri që mirë tha Klajdi se pavarësisht se jemi teatr shqiptar, po është shkollë tjetër, është mënyrë tjetër. Ata ose është si puna e futbollit që thonë kjo skuadri përket një shkolle, kjo tjetër ata kishin krijuar kjo trup që erdhi, sidomos kishte krijuar një shkollë të veçantë, ai mund të ketë studiuar, mund të ketë kapur çon si ka. Ne na provojmë një frymë të re. Ne na provojmë një frymë të re. Ne na provojmë një komedi të shkëlqyer me një tematik e një mesazh të jashtëzakonshëm, bashkëkohor, shumë edukativ, me mesazhe të fuqishme, me një kulturë, me një që edhe tani rënqethem kur flas, po loja ishte mrekullueshme, aktorët, gjithë talente, domethënë i kishte përzgjedhur aq mirë dhe unë nuk gëzova që domethënë kombi ynë ka një pranverë që vjen me talente të reja, po jo vetëm kjo, po dhe që nga Fieri, që nga trupat e tjera, unë këtë pash frymën e re në aktrimin shqiptar dhe në aktrimin edhe kombëtar që ndërkombëtar që erdhin në këtë festival. Kjo është një risi që nuk e kemi thënë dhe po e them sot dhe kjo më ka gëzuar shumë. Kurse për Kosovën unë e përshëndes me shpirt dhe nuk më hiqet nga mendja derisa të shoh vitin tjetër një shfaqje më të mirë se sa kjo e Kosovës. Dhe besoj sikur dy shfaqje të vinin siç erdhi, po them italianët, trupa italiane dhe trupa e Kosovës, edhe thash vlerat e festivalit ndërkombëtar e treguan pikë pari se ne kemi bërë shumë mirë që është bërë ndërkombëtar. Në fillim edhe unë isha dyshues kur e bëm ndërkombëtar, por të thash edhe në intervistën e parë që kur pash të shfaqje, tham kemi bërë në mënyrën më të shkëlqyer që kemi ballafaqur vlerat dhe mënyrën e lojës dhe stilet ose në artin skenik që u ballafaqohen në mënyrë bashkëkohore. Teatri i Kosovës ishte një teatr bashkëkohor, modern. Ne kemi parë se